Risia e kësaj fushate të zotit Leskaj është dëgjimi i halleve dhe i problemeve me të cilat ndeshen në përditshmërinë e tyre vlonjatët, një sjellje e arsyeshme e favorshme ndaj konfirmimit të ideve apo vlerave. Ndryshe nga fushatat e mëhershme, zoti Leskaj ka dëshmuar dashurinë e tij për historinë jo vetëm të qarkut të Vlorës, por të gjithë Shqipërisë. Gjithashtu dashuria e tij për librin, edhe si njeri i letrave, është risi e kësaj fushate. Janë disa qindra libra me autor zotin Leskaj, por edhe personalitete të mendimit kritik shqiptar, historian, ekonomist e personalitete të tjerë, të cilat janë dhuruar bujarisht nga bujari tek pjesëmarrësit në takime. Pavarësisht intensitetit të takimeve dhe fushatës së tij, zoti Leskaj për asnjë çast nuk është shkëputur edhe nga publicistika dhe shkrimi i artikujve problemor për ekonominë, arsimin, figurat e shuara të Vlorës së Shqipërisë, të publikuara në shtypin e përditshëm. Leskaj përgjatë fushatës zhvilloi disa promovime librash dhe dhurim të tyre në formë mesazhi në takime të ndryshme, kryesisht takime me të rinj, të zonjat dhe mësuesit. Në dhjetor të 2024-s, Leskaj zhvilloi promovimin e librit Narkodiktatura shqiptare në oborin e Europës, botimi i studiuesit të mirënjohur Ndritshim Kulla, një libër që dëshmon realitetin ekonomiko-social dhe politik të Shqipërisë. Në takimin me të rinj, të zonjat, demokrate dhe mësuesit në Vlorë, Leskaj shpërndau disa tituj librash. Në datën 8 mars, ditën e gruas, Leskaj kushtuar figurës së shkrimtares Vilhelme Pranari Haxhiraj, ku mes qindra zonjave dhe vajzave promovoi botimin e saj të fundit të titulluar Ai dhe ajo e çmendura. Në ditën ndërkombëtare të librit, në 23 prill, Leskaj zhvilloi një ditë të hapur në ambientet e Muzeut Kosova, ku takoi 10 qytetarë dhe dashamirës së librit, të cilëve u shpërndau disa nga titujt më në zë të librave sot në vend. Në kuadër të fushatës për zgjedhjet parlamentare përgjatë javës së saj të fundit, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun Vlorë Bujar Leskaj zhvilloi për 3 ditë radhazi 3 promovime librash që theksojnë angazhimin e tij për transparencë, llogaridhënie dhe ruajtjen e kujtesës historike kombëtare. Në 8 maj, në ambientet e shtabit të Partisë Demokratike në Vlorë, Leskaj prezantoi 2 botime që përmbledhin veprimtarinë e tij parlamentare për në kuvend, shkrime dhe diskutime janar 2021 dhjetor 2022 edhe në kuvend, shkrime dhe diskutime janar 2023 mars 2025. Përmes këtyre librave ai ofron publikut një panoram të plotë të qëndrimeve dhe përballjeve të tij si përfaqësues i opozitës në kuvend, duke e bërë librin një mjet real llogaridhënieje për qytetarin. Besoj se llogaridhënia dhe transparenca nuk duhen parë vetëm si fjalë gjatë fushatës, por si vepra konkrete. Këto 2 botime janë dëshmi e punësime, jo thjesht për të folur, por për të vepruar në interes të qytetarit, u shpreh Leskaj në fjalën e tij. Në 7 maj ai organizoi në Muzeun Kosova promovimin e librit Skënder Muço, udhëheqësi i lavdishëm i luftës antifashiste të studiuesit Enver Memishaj. Ky aktivitet, pjesë e veprimtarive të Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemali Vlorë, i kushtoi një prej figurave më emblematike të qendrës shqiptare. Në fjalën e tij, Leskaj theksoi se nderimi për figura si Skënder Muço është detyrim moral dhe politik për çdo që synon të përfaqësojë me dinjitet qytetarët. Më herët i gjatë javës ai mori pjesë edhe në promovimin e veprave të poetëve martir Genci Leka dhe Vilson Bloshmi, duke e përçuar mesazhin e kulturës, historisë dhe fjalës së lirë, të cilat janë themel të një politike të ndershme. Në këto ditë intensive të fushatës, Bujar Leskaj përzgjodhi të flasë jo vetëm me premtime, por me libra dhe fakte konkrete si një mënyrë për të rikthyer besimin e qytetarëve tek politika e vërtetë dhe përfaqësimi me përgjegjësi.